E tashmë do të ndrojmë pak temë dhe do të flasim pak për rrezet ultraviols, të cilat e dim që janë të rrezikshme, posaçërisht për syrin, për lëkurën, për të gjitha pjesët e trupit, por një efekt jo të mirë në qoftë se ju ekspozohemi atyre, në qoftë se nuk mbrojmë syt, natyrisht që mund të kemi dëmtime dhe pasoja të mëdha, të cilat po besoj që në një bashkëbisedim më mirë do të na i shpjegoj doktor Naser Saliu, i cili është oftalmolog, dhe këtë bisedë do ta realizoj bashkë me kolegën Afrodita Duraku. Dëgjoni tani? Për mbrojtjen e syve. Kishim pak probleme teknike me dëgjimin, tash jam duke i dëgjuar, kështu që po dëgjuar mirë. Pra, sot do të flasim për mbrojtjen e syve nga rrezet e diellit, pra jo vetëm lëkura është ajo që dëmtohet nga temperaturat e larta apo ekspozimi direkt në rrezet e diellit, por organ tjetër janë edhe sytë që mund të dëmtohen nga rrezet e diellit kur temperaturat janë të larta. Pra, vera din me qenë edhe rrezik i padukshëm. Por për efektet negative, mbase edhe pozitive, do të këshillohemi nga doktori Naser Saliu, pra a është vera vërtet rrezik i padukshëm për syt apo ka edhe anën pozitive. Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në programin për ditën mbar në Radio Televizion 21, doktor. Faleminderit edhe mirë se ju gjeta. E vërtet është ajo që thatë më herët se jemi në stinën ku rrezet e diellit janë të bollshme, edhe ato kanë veprime të dy fishta. Në një anë kanë veprime pozitive, po jo vetëm pozitive, ndonjëherë nëse nuk dim të mbrohemi, edhe mundet me paraqit një rrezik të heshtur, i cili fatkeqësisht në disa raste tek ma vonë shfaqen pasojat. Sa i përket ndikimeve pozitive, pra po e fillojmë me ndikimet negative. Ndikime pozitive, drita e boshme kontribon në balansimin e organizmit në tërësi. Me qenë se syri është pjesë e organizmit, do thot ndikon edhe indirekt në mirëqenje, nëse mund të themi, të zhvillimit dhe përparimit të aftësive sa i përket të pamënit. Pastaj, ka një veprim në kontribon në mënyrë psikologjike, rrit humorin, prandaj I bie, doktor, që kur kemi humor të mirë, shohim më mirë? Kur kemi humor të mirë, disi gjithë organizmi jonë është më i balansuar, edhe kemi një shikim ndryshe në botën edhe sendet që na rrethojnë. Mirë po, ajo që vlen të përmendet edhe që është jashtëzakonisht e rëndësishme për kohën e fundit, sidomos kohët e fundit, ku fëmijët tanë janë të mbyllur në ambiente të mbyllura, shërbejnë me këto mjetet teknologjike, iPad, tablet, telefona, kështu me radhë, ku sasia dritës, i mbyllim perdet në hapësirën ku janë ata, është e vogël, ka rrit ose ka ardhur te paraqitja e shkurpamësisë në një shkollë shumë të madhe. Ajo shkollë është si me thonë, që është shumë serioze, që kjo është një pandemi botnore edhe vendi jonë nuk është izoluar prej këtij ndikimi negativ. Prandaj këshilloni të qëndrojmë më shumë në ambientet e jashtme, por gjithsesi duke pasur parasysh edhe mbrojtjen. Këtë rast syzet, e cilat mbase duhet të jenë me 100% mbrojtje. E rëndësishme si që i ka ndoshta me shtu vlen më shumë, fëmijët gjithsesi mi këshillu prindërit që atë kohë që e kanë të lirë, mi këshillu fëmijët, po dhe ata bashkë me fëmijë me dalë me shiju dritën, parasysh se ajo ndikon në zhvillimin normal të shikimit të fëmijët. Edhe nëse fëmijët nuk janë të ekspozuar dritë, atëherë thash paraqitet
shkurtpamësia e cila është një problem shumë serios, sidomos për faktin që është në rritje. Pra, fillimisht i përmendëm ndikimin pozitiv, por sigurisht ekspozimi direkt në rrezet, siç e thatë edhe ju, të bollshme të diellit, mund të ketë edhe pasoja për syt. Cilat janë ato dëmtime dhe si duhet t'i ruajmë syt? Çka duhet të kemi parasysh në momentin kur u ekspozohemi rrezeve të larta të diellit? Përveç këtyne efekte pozitive, efektet negative janë tepër të mëdha, edhe në disa raste shumë të rrezikshme. Edhe këto për një kuptim më të lehtë i kishim dhënë në dy grupe. Veprimet e rrezeve dritës, që janë ato rrezet ultraviolete, sidomos A dhe B, veprojnë në sipërfaqet e syrit, do thotë në sipërfaqet okulare, edhe shkaktojnë problemet jashtëzakonshme duke filluar prej lëkurës. Të gjithë personat që në lëkurën e kapakëve dhe regionit përreth syve kanë doni ndryshim pigmentos, që na i thënë beng, ose doni fort të ngjashme, duhet me pas kujdes me mbrojt me ata faktorët kundër diellit, faktor 50 e kështu me radhë, sepse aty mund me ardhur të transformimi në një tumor që është jo i rrezikshëm vetëm për sy, po mund me paraqitë rrezik edhe për jetë. Do të thonë, janë tumore jetëkërcënuese. Na i quajmë karcinomat e kapakëve, pastaj melanomat e ndryshme që mund mu zhvillu në sipërfaqet e syve që janë siç është konjunktiva, edhe duhet tepër me pas kujdes. Pra po flasim për regionin e lëkurës që i përket regionit të syrit, pra. Lëkura e syrit. Rreth syrit, po jemi të folë edhe për pjesë sipërfaqësore të syrit, siç është konjunktiva, ose që është një pjesë sipërfaqësore. Pastaj ndikimi tjetër është në kornej. Kornea është kjo pjesa e zezë e syrit këtu që shihet, edhe këtu mundet më paraqit një smundje që quhet fotokeratiti, që është një farë lloj analogjie sikur me djegjet e lëkurës. Do thotë edhe kjo manifestohet me skuqje, dhimbje, loteme kështu me radhë te persona që u kanë ekspozuar rrezeve ultraviolete pa doni mbrojtje të caktuar. Dhe faktori mbrojtës e përmende për lëkurën, pra janë kremrat me faktor mbrojtës 50 e sipër, por faktori kryesor mbrojtës mbase për dritën e syve janë syzet, e të cilat duhet të jenë të cilësisë së lartë. Jo të atilla siç dim ndonjëherë t'i blejmë me çmime shumë të ulta që xhami mund të mos jetë mbrojtës. Po, është e vërtetë. Për t'i mbrojtë të sipërfaqet okulare, përveç faktorëve mbrojtës, duhet me pas syzat. Karakteristikë ose nevojë duhet me qenë xhami i cili mbron kundër rrezeve ultraviolete A dhe B 99 deri në 100%. Do thotë, këto syze që ne i blejmë në rrugë, e që kanë xhamin e ertë, ato fare nuk mujnë me afru mbrojtje. Kështu që ajo është vetëm një element dekorativ. Prandaj, çdo herë kur blejmë syze, duhet me pas kujdes që ta kemi kuponin e certifikimit për mbrojtje kundër rrezeve ultraviolete A dhe B. Përndryshe, rrezet ultraviolete, sidomos në pikën e ditës, ora 11 deri në ora 14, duhet me pas tepër kujdes nëse kemi mundësi mos mo ekspozu, nëse është e mundur, do të thotë nuk është mirë mo ekspozu ndaj aty në rreze. Sepse përveç sipërfaqeve të syrit, ato ndikojnë edhe strukturat e mbrëmshme të synit, siç janë lensi, edhe mundet me shkaktu katarakt, afatgjat, nëse në mënyrë ciklike, kronike, ekspozohet pa mbrojtje, mundet me ardhur te paraqitja kataraktës, e cila manifestohet me pengesa gjatë shikimit, e që kërkon një intervenim kirurgjik, do thotë nuk është ajo punë e thjeshtë. Pastaj veprimi në retinë, edhe njollën e verdhë, afatgjat mundet me shkaktu degenerimin senil të makulës ose degenerimin e pleshërisë, një smundje fatkeqësisht që ka mjekime të limitume, do me thonë prevenca në këtë rast kishte me qenë shumë më rëndësi se sa na nëse vjen smundja me trajtu. Na kemi mundësi edhe trajtimit, mirë po mirë është që ti prevenojmë këto efekte anësore të rrezeve ultraviolete A dhe B, sidomos duhet pasur kujdes nëse jemi në sipërfaqet
ku reflektohen rrezet shumë. E këto janë liçejt, detrat, e kështu me radhë, sepse është edhe sezona ku njerëzit zgjedhin me shku në pushime. Prandaj këshilla, jo me shku në pushime, pa i morë syzat në vete. Mirë po edhe një këshill tjetër. Na shpesh harrojmë se mendojmë që syzat kundër diellit janë pjesë cilën duhet të rriturit veç me pas. Edhe unë shumë rrallë po shoh në qytet ose ku kam kontakt me njerëz që kanë fëmija. Fëmijët janë me rëndësi. Do thotë duhet me pas syza mbrojtje. Me njerë mas lindjes fëmiju nëse ekspozohet jashtë në rrezet e dritës, ai duhet me pas syza mbrojtje. Për arsye se zhvillimi i syrit e fëmijë është dinamik në një shkollë tepër të madhe, edhe pengesa gjithsesi damtimet mundet me qenë shumë të mëdha. Prandaj mos harroni që t'i mbrojmë edhe sytë e fëmijëve nga ndikimet negative të rrezeve ultraviolete. Doktor, me që jemi në sezonën e verës, pra ekspozimi në diell për shkak rrezitjes bëhet më i dëshirueshëm. Kështu që siç po e kuptoj, nuk guxojmë të shkojmë apo të drejtohemi rrezeve të diellit pa i pasur syzet të vendosura. Por edhe hyrja në ujë mbase është edhe një tjetër problematik. Përveç rrezeve të diellit, mund t'i dëmtoj uji i kripur, në këtë rast uji i detit, syt nëse nuk kemi kujdes të shtuar? Apo si duhet të kujdesemi kur futemi në ujë? Te personat që kanë smundje kronike të sipërfaqe okulare, sidomos në rritje është një smundje që quhet syni i thatë, edhe kanë, si me thonë, inflamacion kronik me mundësinë e infeksioneve të ndryshme që është më e madhe te ta, duhet me pas kujdes. Me njerë, posa dalin nga uji, duhet me shku në tush me ujë jo të njetë, me pastru sipërfaqet okulare në përgjithësi kokën. Për arsye se mbetja e kripës në sipërfaqet edhe ashtu damtu me syze të syve, si që në kapakët, brigjet e kapakëve, konjuktivat, disa pacienta që kanë probleme me ndryshimet në kornejë, në epitelin e kornejës, ata me njerë duhet me shpërla syt në mënyrë që ta zvoglojmë efektin, si me thonë, irritus të, në këtë rast, kripës së detit. Pra, irritimi nuk është gjë e thjeshtë. Mund të shkaktojë probleme serioze dhe afatgjate, qoftë nëse irritohet nga rrezet e diellit apo nga faktorët e tjerë që mund të jetë uji apo të tjerë faktorë. Se në këtë rast, për shembull, kena faktorin kimik, që është kripa e cila mundet mi damtu. Te disa persona, që thash edhe më herët, që vujnë nga sindromi synit thatë, ata pa tjetër duhet me pas me vete lot artificial, në mënyrë që jo vetëm me shërby si lubrifikant, po me shërby edhe si mjet për largimin e qatyne efekteve, si me thonë, anësore të kripës, pluhri që është për shembull në plazhet tona, pastaj edhe një faktor jashtëzakonisht i madh është infeksioni me myshqe. Për arsye në ato sipërfaqe ku bregdeti janë të pasur me spore, myshqe, kështu që infeksioni me myshqe paraqet një komplikim jashtëzakonshëm edhe shumë serioz, edhe shumë vështirë mu trajtu, sidomos kur e neglizhojmë edhe fillojmë me trajtu vonë. Doktor, se që ma kujtove kur përmendim ujin dhe irritimin e syve, ndonjëherë edhe uji kur bëjmë tush pra klori ose lajm syt, irriton syt. Mund të ndihmoj këtu loti artificial për të shpërlar apo për të mbrojtur syt? Gjithsesi, thash përveç syzave, lot artificial, sidomos te pacientët me... Jo vetëm këta që kanë probleme, a mund ta përdor secili prej nesh? Secili prej nesh, lot artificial pa konservans mundet me përdor, edhe është e rekomandueshme me përdor. Sidomos në këtë sezon ku ajri rreth nesh është shumë i thatë edhe sasia lagështisë e zvogluar. Kishte me qenë shumë e dëshirueshme edhe preferueshme aplikimi disa herë në ditë i lotëve artificial pa konservans. Kthehemi sërish rrezeve të diellit përveç syzeve, edhe kapelat a mund të ndihmojnë në mbrojtjen e syve? Gjithsesi, kapela është shumë një pjesë
shtesë për syve që kish më në ndimu. Prandaj, te personat që kanë disa smundje të lëkurës që sidomos në ftyrë, ma shumë ata kon ftyrën, e indirekt edhe syt, kishte me qenë e preferueshme një kapel bilen, një kapel e gjërë, e cila kishte me mbulu si përfaqet mëdhaja të ftyrës për me pengu ekspozimi direkt të rrezave ultraviolete. Dërsa përveç se është sezoni verës dhe kuptohet që ne shkojmë mbase në plazh, në det, janë edhe hapësirat malore ku dashamirët e ecjes i frekuentojnë në këtë sezon të verës. Ata ku ka hija, duhet të përdoren syzet, apo është mbrojtja natyrale nga drunjë që mund të na mbrojë syt në këtë rast? Sigurisht, apo rrezet e përtojnë pavarësisht drujve apo jo? Në hije, sigurisht në hije sasia e ekspozimit të rrezeve ultraviolete, ndaj rrezeve ultraviolete është më e vogël, por te persona që frekuentojnë turizmin malor është një tjetër faktori rrezikshëm, nalësia mbidetare. Do me thonë, në nalësit mbidetare, si që në kodrat, 1500 metra e lartë, aty është koncentrimi rreze ma i shtumë, edhe syzat gjithsesi edhe kapela me qenë pjesë përbërëse rekvizita tyre. Pra, fokusi i ynë është sot mbrojtja e syve nga rrezet e diellit, pra gjatë verës, por mos ta harrojmë edhe dimrin, pra si cila sezon apo stin ka përparësit apo rreziqet e mangësitë e saj. Po sigurisht. Ka shi organizmin këtë rasyve. Na folëm për si përfaqet ekspozuese, për shembull, si përfaqet me ujra, që shumë i reflektojnë rrezet, po dhe bora është një faktor shumë i rëndësishëm, e cila reflekton në sasi shumë të shtuar rrezet ultraviolete, prandaj edhe këtu duhet me qenë tepër të kujdesshëm, edhe tepër të vëmendshëm, edhe vazhdimisht me apliku mbrojtjen me kapel edhe me syza. Bile gjatë dimrit janë syza speciale ato të skimit, ku pengojnë edhe rrezet ansore që mund me hi indirekte për shkak reflektimeve të mëdha në borë. Prandaj, pa këto nuk ka sy të shëndetshëm. Do thotë, syni duhet me fillu më mbrojt që nga fëmëria e hershme. Mirë po dhe një sen me rëndësi është në këtë sezonën, sidomos verore, humbja e langjeve, me qenë se syni është pjesë e organizmit, edhe përdorimi ujit është shumë i rëndësishëm. Do thotë, në këtë sezon, pacientët, gjithë njerëzit këshillohen që të përdorin sasi shtume të ujit, në mënyrë që t'i mbajmë në mënyrë, si me thonë, elektrolitë dhe langjet e organizmit tonë, se edhe syri funksionon në bazë të lagështis, pastaj përbërjes së gjakut, koncentrimit të elementeve ndryshme e kështu me radhë. Do me thonë, mos me harru ujin edhe dehidrimin, për arsye se nëse qëndrojmë në vendet e ekspozume gjatë, na dehidromi, vjen tërë të zvoglimi sasisë ujit në organizëm, edhe me këto e damtojmë indirekt edhe funksionimin e synit. Një organ që është jashtëzakonisht i ndjeshëm, një organ me të cilin na e shikojmë botën, edhe kishte me qenë mirë që aj me shërby sa t'jemi ne, edhe nikosisht me e perceptu në atë mënyrën e kanshme të mirë, të i shiju krejt të bukuri që i kena përreth, edhe, si me thonë, me ndërtu një jetë pozitive, me një sens humorin, me një humor të mirë, edhe me një qasje pozitive. Jashtëzakonisht. Doktor, 2-3 këshilla esenciale për sytë e ballit që shumë shpesh ne populli shqiptar dhe betohemi në ta. Bëjmë benta për sytë ballit, kështu që si të kujdesim për këta sytë ballit që i kemi shumë të rëndësishëm. Vërtet, i jashtëzakonshëm edhe nuk është rasti kjo që populli jonë me shekuj ka përdor këtë fjalit famshme, kisha me thonë ikonike, t'i ruajmë si sytë e ballit. Kjo do thotë të fillojmë që nga fëmijët tonë, do me thonë, që nga lindja të kujdesemi për fëmijët tonë, t'i qojmë në vizita sistematike. Jo vetëm atër kur fëmijët i shohin edhe si me thonë komshit e lagjit që s'po shohin, po na vetë
një vizit parandaluese, me po, sa pushe, a ka nevoj për syza, qëfar, mus ka trashiku do një farë smundje e kështu me radhë. Ti mbrojnë nga ekspozimet e jashtme, si thash rrezet e dritës, pasaj bora e reflektimet e dritës në bora e kështu me radhë, infekcionet e ndryshme e duke shkuar ma vonë të rriturit, që të mbrohen me syze mbrojtëse gjatë punës, sepse na kena një shkallë të lartë të lëndimeve në punë që nuk ndodhin në vende tjera, për shkak se nuk përdojmë mjete mbrojtëse të punës. Do të thotë mjetet mbrojtëse, sepse lëndimet janë tepër serioze, e fatkeqësisht njerëzit janë tri dhe nëse humb njëri prej syve, atëre, si me thonë, vështërsit një jetë krijon edhe rriten, zhvillimi ngadalsohet e komplikohet e kështu me radhë, e duke shkuar te ajo mosha e shtyr, për shembull, ekzaminimet e shpeshta, detektimi i hershëm i kataraktës, mjekimi shumë efikas, na në vendin tonë disponojmë me teknologji jashtëzakonisht avancuara, edhe nuk ka problem cili dikun botë trajtohet e që s'mund, oftalmologët tonë janë pregaditur, kanë edhe teknologjit përkatëse, janë trajnum, mi trajtu. Vetëm problemi është që duhet mu lajmëru me kohë, në mënyrë që mos tjetë vonë me artër si me thonë pacienti në një stadium shumë vënum, ku mjekimi është i limitum. Prandaj, kjo kishte me qenë këshilla. Dërsa, doktor, mos të harrojmë se i përmende punëtorët, pra, janë disa sektore pune që në këtë rast të sytë ata që punojnë këto punë i dëmtojnë më shumë, për shembull si ata që punojnë në ndërtimtari. Cilat sektore apo cilat punë i dëmtojnë më shumë sytë e atyre individëve që bëjnë këto punë zanate ose çfarë do qoftë që sigurisht që ju keni pasur shumë raste të cilët i kanë dëmtuar sytë në vendin e punës, por cilat janë ata sektor që rrezikojnë më shumë? Ne jemi duke filluar prej, si me thonë, në një erë të teknologjisë. Te unë vim pacientët e thonë, unë punoj 8 orë minimum kompjuter deri në 12 ose 15 orë. Kompjuteri që si shte ekrani i këtyne teknologjive, përveç kompjuteri, telefoni, iPad-i, kështu me radhë, prodhoj një dritë që quhet drita e kaltërt, blue light, edhe kjo drita e kaltërt i ekspozon, gjithsesi në një farë mënyrë ka efekte damton sipërfaqet e syve, po dhe mbretësinë e syve. Është më dëmshëm, kjo dritë blue, drita apo është drita e diellit? Praktikisht te persona që rrinë gjatë në përzyre, në për banka ndryshëm punojnë, pastaj sektor të ndryshëm ku për shembull punë, mjeti punës të në është kompjuteri, si që përmenda orë zgjatura të punu, te ata është drita e kaltërt. Kurse këta që janë të ekspozum në ndërtimtari, që e përmendëm, këta janë të ekspozum për rrezë ultraviolete, edhe për këtyne profesione, për shembull, punojnë me mjetet ndryshme kimike, murator, bojnë suvatimin e sipërfaqeve ndryshme, do thot pastaj punojmë me metale ndryshme, premin e metaleve, trupat huj, nuk vinë me njerë mi largu ata trupat huj, po tek mas 2-3 dite kur fillon infekcioni, fillojnë komplikimet e ndryshme, edhe fatkeqësisht përkundër trajtimi shumë profesional dhe shumë përkushtuar mjekëve tonë, ka ardhur te humbja e të pamunit. Se syni s'ka mujtë mu rikoperu mas ati lëndimi masiv që ka pas. Prandaj, bartja mjetëve, në se cilin vend punës janë për shumë, cilët mjetët duhet me qenë, po syzat mbrojtëse, roli kryesor i tyne. Për shembull, një saldus, i cili ose një metal punus, i cili nuk barë syza, a i menjere ka ekspozu syrin e ti ndaj lëndimeve që munden me qenë jashtëzakonisht serioze. Doktor, faleminderit shumë. Bisedoj me ty sigurisht që do të na duhen orë të tëra, sepse ke një përvojë shumë të gjatë në këtë si oftalmolog, kështu që kemi shumë për të thënë dhe interesi qytetarëve do të jetë i madh, po megjithatë po i japim fund këtij bashkëbisedimi për të shijuar një këngë që i dedikohet gjithashtu syve. Faleminderit shumë për kohën, e uroj që të keni sa më pak pacient, sepse mas edhe kjo është dëshira juaj. Po, dëshira jonë edhe nikosisht sugjerimi jonë t'i mbrojmë sytë,
si sytë e ballit. Ishte ajo fjalia e famshme, do thotë të kujdesemi për sytë tonë. Pra t'i ruajmë sytë e ballit me shumë kujdes, ndërsa tash kaloj linjën jo tek kolegët e mi, por te një këngë që do ta shijojmë bashkë që u dedikohet syve. Përndryshe bisedua me oftalmologun doktor Naser Saliu.